Kryeministri i Shqipërisë, Ho Chi Minh, i njohur në botën e politikës me nofkën Edi Rama, ka një problem shumë të madh. Nuk e di nëse e mbani mend që thoshte shpreha e tij e famshme që janë dardh dhe moll pas shpine. Ja t'ua kujtoj pak. Dikush apo disa që janë nisur për të arritur atë qëllim, këpusin edhe dardha dhe moll për t'i futur në trasta mbas shpinës time. Kjo është një çështje që nuk e kanë me mua. Ho Chi Minh, dhe pse janë dardh dhe moll pas shpine, ka dalë tani në fushat elektorale dhe kërkon një mandat tjetër. Por e zëm se dua ta besoj që nuk di gjë nga gjithë hajdutëritë dhe vjedhjet skandaloze që janë bërë në Shqipëri. Dhe flasim këtu për nivel ministrash, kryetar bashkish dhe tani pse duhet ta besoj unë ti e janë dardh dhe moll pas shpine. Domethënë ky që nga o budalla, o tuaf, o një i mefsht, o një i paaft, që t'i japi dhe një mandat tjetër, që t'i janë dhe një 30-40 tjera, ndoshta një numër shumë i madh, t'i janë dardha dhe moll mbas shpine. Është shumë e thjeshtë llogaria.